Mjeku çudit botën, qepa shëron këto 4 probleme. Ja kush duhet i konsumojnë menjëherë. Qepa dhe hudhra janë ndër elementët kryesorë të kuzhinës. Shumica e gatimeve ka nevojë për qepë dhe hudhra për një shije më të mirë dhe efikase. Qepët jo vetëm që japin një aromë të shkëlqyer ushqimit, por gjithashtu janë edhe më të shëndetshme. Në këtë video do të tregojmë përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i rregullt i qepëve në dietën e përgjithshme sipas helth i saj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Numri i rasteve të diabetit të tipit 2 po rritet me shpejtësi, dhe sa i përket problemeve të rënda e cila kërkon terapi të përshtatshme dhe konsulta me mjekun, është e mundur të rregulloni simptomat dhe të reduktoni nivelet e sheqerit pa u prekur që në fillim nga ky shqetësim. Ky problem shëndetësor po kthehet gjithmonë edhe më i shpeshtë dhe një nga shkaqet kryesore është zakoni i varfër jetësor dhe menaxhimi jo i dur dhe i çrregullt i jetës. Kjo është një arsye pse është thelbësore të jesh fizikisht aktiv, për të parandaluar gjithashtu edhe për të marrë trajtimet mjekësore të duhura dhe për të kujdesur më mirë për peshën trupore. Vetëm kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni çështjen tuaj. Gjithashtu, duke konsumuar ushqime të shëndetshme mund të rregulloni nivelin e sheqerit në gjaksit dhe të parandaloni edhe luhatjet e tij në organizëm. Por çfarë ushqime duhet të konsumoni për të parandaluar luhatjet e sheqerit? Një studim ka treguar se përfshirja e qepës së kuqe në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të mbajtur larg këto komplikacione. Nutricionistja Julia Kellow dhe Sarah Brewer kanë zbuluar se duke konsumuar 100 gram qepë të kuqe mund të ulin shanset për të pasur diabetin e tipit 2. Nuk bëhet fjala për ata persona që vuajnë prej tij. Qepa e kuqe është një burim i shkëlqyer i përmbajtjes së quercetinës, e cila është e rëndësishme gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës dhe lufton edhe problemin e radikaleve të lira. Në një studim, personat me diabetin e tipit 2 që konsumonin vazhdimisht të paktën 100 gram me qepë të kuqe në dietën e tyre të përgjithshme patën rezultate të mira kundër luhatjeve të sheqerit në trup, duke përmirësuar kështu edhe rregullimin e luhatjeve të tij. Qepa e bardhë dhe qepa e kuqe ndihmojnë gjithashtu në luhatjet e sheqerit për t'i balancuar ato dhe për të ndihmuar organizmin tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Qepa është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të stomakut. Ne preferojmë të mos mendojmë më shumë për bakteriet. Ato na bëjnë të sëmureni, por jo gjithmonë është kështu. Ne kemi një sasi të madhe të bakterieve të cilat jetojnë në trupin tuaj duke ju mbajtur të shëndetshëm. Qepët përmbajnë një fibër probiotike, të cilat janë të mira për shëndetin e zorrëve. Ato mbajnë të shëndetshme florën e zorrëve dhe rregullojnë kështu edhe nivelin bakterial të tyre. Qepët përmbajnë një substancë që stimulon rritjen e bifidobakterieve. Këto bakterie shtypin bakteriet e tjera që dëmtojnë zorrët tuaja. Qepët janë aleate të mira për shëndetin e zemrës. Ka pasur studime mbi efektet e qepës në gjakun tuaj. Këto studime sipas Health tregojnë se konsumi i rregullt i qepëve zvogëlon kështu edhe rrezikun e mpiksjes së gjakut. Përveç kësaj, padyshim që nuk ka kolesterol në qepë. Ato shtojnë edhe më shumë aromën. Pra është shumë më mirë të shtoni qepën në ushqimet tuaja, të cilat mund të zvendësohen edhe nga kripa. Kripa është e dëmshme për presionin arterial të gjakut, ndërsa qepa do ju sjellë shumë përfitime. Qepa është një aleat i mirë i organizmit edhe në betejën kundër radikaleve të lira. Do të ndihmojë pozitivisht në mbrojtjen e shtuar të organizmit. Qepa është e pasur me oligoelement si sulfuri, potasiumi, magnezi, fluori, kalciumi, fosfori dhe vitaminat. Enzimat aktive të qepës kanë në veti diuretike, purifikuese, tonifikuese për aparatin tretës. Ato normalizojnë florën intestinale dhe pengojnë rritjen e substancave toksike që ndikojnë në shfaqjen e problemeve të zorrës së trashë. Lëngu i qepës me pak mjalt është një recetë ideale kundër infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes. Ju mund të bëni gjithashtu gargar me lëngun e qepës në rast se keni dhimbje të fytit. Qepa përmban sulfur. Ky i fundit do të nxjisë gjithashtu edhe prodhimin e kolagjenit dhe stimulon rritjen e bakterieve dhe pastron fytyrën gjithashtu nga shqetësimi i akneve.
Qepa njihet gjithashtu si një afrodiziak shumë aktiv. Është e rëndësishme për sistemin kardiovaskular. Substancat e sqyfurit parandalojnë gjithashtu edhe trashjen e gjakut dhe formimin e trompeve. Ndaj konsumi i qepës në dietën tuaj mund të sjellë këto përfitime të mira sipas Healthy Side. Shtimi i qepës në dietën tuaj do të kthehet në një aleat të çmuar për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Një mënyrë është se do të përmirësojë dhe do të lehtësojë edhe dhimbjet e veshit. Në orët e vona të natës, kur keni këto shqetësime, mund të përdorni këtë teknikë për të përmirësuar gjendjen tuaj derisa të shkoni tek mjeku ditën e ardhshme. Në një leckë të pastër, vendosni pak qep, mbajeni gjatë gjithë natës në brendësi të veshit tuaj, dhe vetitë e tyre antiinflamatore dhe antibakteriale do të qetësojnë dhe do të parandalojnë problemin derisa ju të merrni trajtimin e specializuar. Qepa është një aleat e mirë dhe e çmuar e organizmit, dhe si e tillë do të japë rezultate fantastike për të përmirësuar gjendjen tuaj dhe për të mbajtur larg edhe komplikacionet e saj. Nëse doni të lehtësoni shqetësimet tuaja të veshit, të cilat mund t'i keni gjatë gjithë natës, është e këshillueshme të përdorni qepën, si një alternativë shumë të mirë për të mbajtur larg këto shqetësime. Por ajo mund të japë rezultate fantastike edhe kundër një sër problemesh. Lehtëson djegjet e shkaktuara në kuzhinë dhe djegjet e shkaktuara kryesisht nga problemet e diellit. Qepa do të lehtësojë këto komplikacione në çast dhe do të shpëtojë edhe procesin e lehtësimit të saj. Shenjat e problemeve në lëkurë mund të zbuten ndjeshëm nëse e përdorni qepën si një aplikues të jashtëm. Ajo zbut shenjat e lëkurës, duke u dhënë gjithashtu edhe një largim më efikas të tyre. Mjafton që ta aplikoni atë në zonën e prekur dhe do të japë rezultatet fantastike të saj. Konsumi i qepës do të ndikojë pozitivisht edhe në organizmin tuaj, duke u mbajtur larg edhe nga problemi i virozave. Qepët përmbajnë në sulfur dhe squfur, mineralet të cilat janë të rëndësishme me veti antiinfekse. Këto përbërës ndihmojnë në parandalimin e grumbullimit të trombocideve të gjakut, shkaku kryesor i atakut në zemër. Konsumi i rregullt i qepëve gjithashtu mund të ndihmojë edhe në uljen e problemeve të tilla, duke përmirësuar shëndetin e zemrës. Qepa është një produkt fantastik për të patur një lëkurë të bukur dhe plot me shkëlqim. Aplikimi i lëngut të qepës në lëkurë do ta bëjë atë të jetë më e shëndetshme duke parandaluar irritimin dhe puçrat. Qepa do të ulë temperaturën. Kjo metodë në duke si një shpikje nga gjyshet tona është në fakt një trajtim i pavarur edhe për lehtësimin e temperaturës. Para se të vishni çorape, vendosni 2 feta qep të prerë në shputën e këmbëve dhe do të shikoni se si temperatura do të ulet ndjeshëm. Qepa qetëson lëkurën nga pickimet e grerzave dhe insekteve të tjera. Nëse një blet ose një gjerz ju pickon, vetitë antiinflamatore të qepës do të parandalojnë reaksionet alergjike të tyre. Qepa është e mirë kundër kollës. Qepët përmbajnë sulfur që lufton bakteret dhe mikrobet që shkaktojnë kollë. Prisni gjysmën e qepës holl dhe e spërkatni me sheqer kaf. Qepa e sheqerosur mund të hahet 2 herë në ditë kundër kollës. Ajo është e mirë kundër bllokimit të frymëmarrjes. Përzjeni qepën e grirë me vaj të arrës së kokosit dhe më pas me këtë pastë lyeni kraharorin. Mbulohuni me një peshqir dhe do të vëreni se qepa do të ndihmojë në zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes nga sekrecionet. Ajo është e mirë gjithashtu siç e përmendëm edhe në uljen e temperaturës së lartë. Nëse keni temperaturë gjatë natës, lyeni shputat e këmbëve me vaj në arrës së kokosit dhe më pas në pjesën e arkut vendosni fetat e holla të qepës. Mbështjelleni këmbën me një qese plastike dhe vishni çorape. Qepët duhet t'i mbani në shputat e këmbëve gjatë gjithë natës për të përthithur toksina dhe për të ulur temperaturën. Qepa është e mirë kundër të vjellave. Griheni qepën holl, vendoseni në një nap dhe shtrydhni lëngun. Më pas shtoni pak çaj në energjiku të ngrohtë. Pasi lëngu të jetë ftohur, pini 2 lugë çaj nga lëngu i qepës për 5 minuta dhe më vonë çaji në energjiku do t'japë rezultate fantastike. Këtë trajtim duhet ta përsërisni derisa të vjellat të mbarojnë. Qepa mund të vendoset gjithashtu edhe pranë ambienteve tuaja për të lehtësuar ajrin, sidomos edhe gjatë periudhës së virozave. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.